Tani nuk jam budallënj ata që nxjerrin këto statistika që në 2050 në Shqipëria do ngelet 500.000 banor. Sepse në këtë rrugë me këta politikanë që kemi ne pa diskutim që nuk punojnë për popullin që jeton atje, nuk punojnë për shqiptarët e diasporës që t'japin mundësinë të rikthehen, nuk punon, janë anti-shqiptarë dhe duan ta shpopullojnë atë vend, ta coptojnë me pak fjalë. Tani, po flas për zonën e Korçës, zona e Korçës 95% të popullsisë jetojnë me tokën. Janë fermer, janë që mbajnë një lop a 2 lop për të shitur ato bidonat e qumshit për të mbajtur familjen gjallë, se s'ka punë, s'ka uzina, s'ka kombinate dhe janë të detyruar vetëm me tokën apo me baktinë që të ecin përpara. Çfarë bëjnë këta? Domethënë, këta i vënë ligje atij fshatari që shet ato bidonat e qumshit dhe në qoftë se shet bidona qumshi me bicikletë që ikën që nga një fshat deri në Korçë me bicikletë ditë për ditë të shkretë që rrezikojnë në jetën e rrugës, i ve kushte që në qoftë se të kapim do bësh 3 vite bushk. I ve kushte të gjithë fermerëve të fushës të Korçës apo të gjithë Shqipërisë që vetëm ata që kanë 3 hektar tokë do marrin kompensime sikur kanë marrë ndonjëherë kompensime apo subvencionime. I kanë vjedhur, kanë marrë vetëm patronazhistët që kështu këta vetë i pushuan nga puna punonjësit që kishin vjedhur subvencionimet dhe ja vën fajin popullit që nuk ka i zoti populli për subvencionime, për ndihmat se nuk di të punojë. Unë di që janë punëtorët më të mëdhenj. Aq punëtorë janë sa nuk e imagjinoni dot për ata që se din. Tani fillovi po godet bizneset e vogla, që t'i përzej edhe ato pak familje që kanë nga një biznes në përlagjet, sepse pa diskutim do jetë një oligark që ka ndërmend të hapë në një qendër komerciale aty dhe është i detyruar që t'i japë ndihmë atij oligarkut dhe jo popullit. Dhe t'i përzej edhe ato pak familje që merren me këto bizneset e vogla. Nga ana tjetër po zapton malet, kullotat për çobent, për barint dhe për bletëricit që mos kenë me mundësi ku të kullosin baktit e tyre apo bletët e tyre. Dhe statistikat tregojnë dhe janë të sakta që në 2050 ne do ngelemi 500.000 banor. Të ngelet sultanët e Shqipërisë bashkë me Pashajnë. Ju përshëndes të gjithëve.